Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Nesër do të mblidhen sërish deputetet në tentimin e 14 për të konstituar Kuvendin e Kosovës, me 56 vota për dhe 1 kundër nuk pati asdje kuorum për formimin e komisionit për votim të fshet, ndërsa Deari bëri të ditur se seanca ndërpritet për të vazhduar ditën e diel në orën 10. Derisa në disa seanca rresht, kandidatja e vetëvendosjes për krye parlamentare Albulena Agjiu nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme, ka qenë vetëvendosje e cila në seancat e fundit ka propozuar votim të fshet, por partitë që deri tash kanë qenë në opozit, po e kundërshtojnë ndryshimin e formës së votimit në mes të procedurës. Bashkimi Evropian ka nisur heqjen e masave graduale ndaj Kosovës. Merret vesh se kjo heqje e masave është më shumë simbolike se sa substanciale. Komisioni Evropian ka nisur punën drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, është konfirmuar nga ky institucion. Në një përgjigje me shkrim për mediat nga zyra e shtypit e Komisionit Evropian, theksohet se po punohet drejt heqjes graduale, të kushtzuar dhe të kthyeshme të masave. Konfirmohet gjithashtu se kësaj faze i ka paraprir një shkëmbim qëndrimesh mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian gjatë takimit të ministrave të jashtëm të mbajtur në muajin prill. Siç merret vesh jo zyrtarisht, nisja e heqjes graduale për momentin është më shumë simbolike se sa substanciale. Bashkimi Evropian ka zhbllokuar funksionimin e 9 komiteteve me Kosovën dhe ka rifilluar asistencën teknike nga Fondi i Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Sipas disa burimeve diplomatike në Bruksel, ky është maksimumi që BE mund të ofrojë aktualisht, pasi që për heqjen e plotë të masave kërkohet pajtim unanim i të gjitha shteteve anëtare. Për të arritur këtë konsenzus, thuhet se nevojiten veprime konkrete nga autoritetet e Kosovës në përputhje me konkluzionet e muajit dhjetor, ku u theksua se heqja graduale e masave do të ndodhë paralelisht me hapat konkret të autoriteteve kosovare drejt uljes së tensioneve në veri të vendit. Kryetarja e Gjykatës Speciale Ekaterina Trëndefillova pritet që të martën të qëndrojë për vizitë në Kosovë. Mirë po kundër kësaj vizite ka dalë organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në një deklaratë për media, kjo organizatë ka cilësuar këtë vizitë si një provokim të qëllimshëm dhe një fyerje ndaj luftës çlirimtare. Organizata e veteranëve të luftës akuzon Gjykatën Speciale për padrejtësi dhe qasje të njëanshme ndaj luftëtarëve të UÇK-s, duke lënë jashtë llogaridhënies krimet e pretenduara të forcave serbe. Një burr viktim e dhunës seksuale gjatë luftës, që është rasti i tretë, ka fituar pas 4 vjetësh betejën ligjore të drejtën për të marrë 2 pensione. Aktualisht është një dispozit ligjore që ja pamundson Ministrisë së Financave njojën e 2 pensioneve, gjë që detyron viktima të drejtohen gjykatave. Në pritje për të njëjtën vendim janë edhe disa raste të tjera, ndërkohë që organizatat kërkojnë që kjo çështje të rregullohet në nivel ministror, duke ndryshuar dispozitat ligjore për të shmangur paditë individuale dhe procedurat ligjore. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e pasditës dje në Prishtinë, përkatësisht në rrugën B. Sipas policisë, një person ka vdekur, ndërsa një tjetër është lënduar. I vdekuri është një burr i moshës 34 vjeçare, ndërsa gruaja e moshës 30 vjeçare. Viktima dyshohet se humbi jetën nga e therrura me thik, ndërkaq e lënduara sipas mjekëve nuk ka lëndime serioze. Prokurori kujdestar ka dalë në vendin e ngjarjes së bashku me njësitet relevante të policisë dhe ka urdhëruar ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme hetimore për ndriçimin e plotë të rastit. Lidhur me këtë rast, prokuroria ka iniciuar procedurë penale me kallëzim penal si hetim mbi vdekjen për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarje.
Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.